Punët e bletë janë të ndame. Bletët e fushës janë ato të cilat e sjellin nektarin. Në shtëpi u adresojnë bletëve të shtëpisë, bletëve të reja, të cilat mirën me përpunimin e nektarit. Ato jo vetëm një herë, po gojë me goja përcjellin njëna tjetrës, duke e pasuruar sicila me enzime që i prodhon me gjandra të posaçme të cilat i kanë në fytyn e saj dhe derisa e kryen atë proces. Ky proces i invertimit quhet invertazë. Këtu bëhet edhe shndrimi i sheqerave nga saharozë në glukozë dhe fruktozë. Tymin e kemi zakonisht për t'i largu momenti kur ato kanë dënësi të madhe. Tymi është një alarm. Bleta i frigohet zjarrit, do shta aparat ka me tymi më përdor. Në momentin që i tymosim, blet shkojt dhe hanë mjalt. Në momentin që i ngopet me mjalt, ka i stek ma pak për me të thumbu. Këta nuk e di njerëzit që mjalta nuk është vetëm ushqim për neve, mirë po bleta përdor gjatë kohës së dimrimit si ushqim për vete. Jo, duhet me ditë se për të mbjetu deri në vitin tjetër. Bleta nuk mbledh asnjë prodhim për neve. E ka gjitha për vete. Të gjitha prodhimet i merr për vete, por ne jem grabitçar dhe i borë diçka. Kurse prodhimet gjitha bleta i sjell për vete. Kështu arsye pse të mban. Tash duhet cek se tash të shkoa e zgjerimit bletëve. Domthonë bletës do të më dhon hapësinë tash. Që kjo bletë tash shihet që është dikon 10 rrugëmis. Kjo është koha për më dhon hapësinë. Nëse nuk i japi hapësinë, kjo do të luzmoj. Do të shtohet. Në momentin që bleta e ndjen ngushtin këtu, domthonë që nuk ka vend për zhvillim të matë të jeshëm, ajo shumohet. E jep edhe nish është një qetër dhe gjysa del, kërkon shtëpi të re, gjysa ngelet këtu për zhvillim. Edhe di një karakteristikë sa është e vërtet nuk e di që ka një rrezë largësie që mundet me udhëtu deri në 2 kilometra prej kosherës bazë. Thuhet që për ushqim shkon edhe 35 kilometra larg. Nga nevoja. Për ushqim, po. Po nëse e ka afër s'ka nevojë me shku atje. Nëse shkon 5 kilometra nuk sjell kur gjë. Do ta hapëm ta shohim, domthonë fillimisht duhet ditë se në shoqërinë e bletës ka 3 antar, 3 lloj të antarëve. Është ama, është nana e gjithë atyre, është bleta punëtore, që është për kazhenia është një femër e pa zhvilluar, që vetëm punon, sjell të mirat, kujdeset për kosherën, për larvat, sjell prodhimet, mbledh nektarin, mbledh polenin, i sjell këtu, dhe brumbujt, të cilët po shfrytëzohen, janë prezente vetëm gjatë sezonit verës, tash ka fillu, domthonë me qelë brumbuj, dhe deri ka funi korrikët, eventualisht edhe gjatë muajit gusht, pastaj bleta i zhduk ata, sepse ata shfrytëzohen vetëm për fekundimin e omave. Shihet domethënë kjo kornizë është me gjenerat. Larvat mbulume, ja blet të qelë, të lind. Këtu kem larva, sapat qelët boshave ndryshme, këtu e në blet mbulume të cilat pritet me lind shpejti. Këtu e në blet punëtore të gjitha. Këtu janë larvat e brumbujve që pritet me qelë. Këto pikat këto që i ka shtin na për hoje, këto e nektari sodit që e ka sjell, këto pikat, edhe pse janë sasi të mëdha, mirë po ka pas prurje të vogla. Ky është brumbulli i blecës. Ky është brumbulli. Është mashkulli i bletës.